Pastor, a ke një mesazh për të gjithë ata të rinj që ndërrojnë dhe duan të kenë një martesë bekuar nga Zoti? Atëherë unë po ju them të rinjve dhe të rejave që ju lutem mos prisni, mos qëndroni në vend numëro. Trokisni, lypni, kërkoni dhe pa tjetër do t'ju hapet. Dhe Perëndia do t'ju bekojë jashtëzakonisht në momentin kur dera e martesës suaj do të hapet. Ju lutem mos mendoni që gjithçka do të vijë vetëm nga Perëndia, duke pritur që vetëm ai do të bëjë gjithçka. E keni dhe ju. Pra dhe ju keni rolin tuaj në mënyrë që ju të arrini drejt hapave të martesës dhe të esni drejt hapave të martesës. Sepse gjatë kësaj aventure, gjatë kësaj udhe, ti do të njohësh surprizat të veçanta që Perëndia do të zbulojë në ty, ti do njohësh Perëndin akoma më tepër, do të kuptosh se çfarë mentalitetet gabuara ke patur në mendjen tënde në lidhje me martesën, me bashkëshortin, me bashkëshorten e ardhshme, që ti ke ndëruar dhe dal nga dal të gjitha këto pjesë të errta do të bien gjatë këtij udhëtimi.